Aktori turk Ken Yaman është arrestuar në Turqi si pjesë e një hetimi për trafikimin dhe përdorimin e drogës nga personazhe të famshëm, gazetarë dhe personazhe VIP në Stamboll. Yaman, shumë i njohur edhe në Itali për rolin e Sandokan dhe në disa seriale televizive të suksesshme, u arrestua së bashku me 6 persona të tjerë. Përfshir aktoren Selen Gorguzel, pati bastisje në 9 klube nate, ndërsa hetimi për personazhe të famshëm dhe vepra penale të lidhura me drogën u zgjerua, shkruan CN në turk. Hetimi u krye nga byroja e hetimit të kontrabandës, narkotikëve dhe krimeve ekonomike të zyrës së kryeprokurorit publik të Stambollit. Në javën e fundit, si pjesë të njëjtit hetim, më shumë se 20 personalitete të argëtimit, personazhe VIP dhe gazetarë u kapën nga policia. Yaman së bashku me persona të tjerë të arrestuar, përfshir pronar klubesh, u dërguan në Institutin e Mjekësisë Ligjore të Stambollit për t'u testuar për përdorim të mundshëm droge. Gjatë operacionit, forcat e rendit kryen kontrolle gjatë natës në 9 klube nate në qytet, duke çuar në arrestimin e disa tregtarëve të drogës dhe menaxherit të klubeve, ku dyshohet se shpërndai droga. Hetimi, i cili ka vazhduar për javë të tëra, kishte çuar tashmë në identifikimin e mbi 20 personazheve VIP, personazheve të famshëm dhe gazetarë, të cilët ishin vënë në vëzhgim si pjesë të njëjtit hetim. Sipas raportimeve të mediave turke, zyra e prokurorit nuk kishte lëshuar një urdhër arresti për Ken Yaman si pjesë e hetimit të saj të vazhdueshëm. Aktori dyshohet se u gjet me narkotik me vete, ndërsa ishte brenda njërit prej lokaleve të kontrolluara gjatë bastisjes dhe për këtë arsye u vu në arrest. Pronarët dhe menaxherët e këtyre lokaleve, si dhe individ të lidhur me drogën e gjetur, u ndaluan. U raportua se kishte një informacion dhe deklarat që pretendonte se Ken Yaman përdorte drogë. Ekipet e xhandarmërisë kryen një kontroll 3 orësh në një hotel në bregun e Bebek, i cili u bastis përsëri si pjesë e hetimit pas operacionit të drogës më 5 janar. 6 qenë për nuhatje droge morën pjesë në kontroll. Ekipet u larguan nga hoteli pasi vendosën disa materiale që mblodhen në qese provash. Selen Gorguzel, Ayse Seglam, ish prezantuesja Nilufer Batur dhe Ceren Alper u arrestuan në operacionin e hotel, i cili është në pronësi të producentit të arrestuar Muzaffer Ildirim. Gorguzel kishte 2 ditë që ishte kthyer në Turqi, ndërsa ekipet e xhandarmërisë kontrolluan hotelin Bebek. Policia e Byrosë së Narkotikëve dhe nga Departamenti i Policisë së Stambollit kryen një kontroll në Klein Ponix, një nga klubet e natës më të shquara të Stambollit. Hetimi po bëhet për posedim droge ose stimuluesish për përdorim personal, lehtësim të përdorimit të drogës dhe inkurajim të një personi për prostitucion, lehtësim të kësaj ose ndërmjetësim ose sigurim të një vendi për prostitucion.